Buqeta me trëndafila, mesazhe urimi dhe tavolina të mbushura me gratë që festojnë, kështu duket 8 marsi në sytë e shumicës, por pas petaleve, fshihet një realitet që nuk zbukurohet dot me lule. A është vërtet një ditë feste, kur çdo vit 10 gra vriten nga duart e burrave që duhet I donin, kur shumë të tjera heshtin nga frika e dhunës, kur në vend të meritës, përparimi I tyre ende kushtëzohet nga mentaliteti, lidhjet apo kompromiset, në Shqipëri, gratë janë kudo, në politik, në drejtësi, në biznese, por janë ende më pak të paguara, më pak të promovuara dhe më shpesh të gjykuara. Janë të para në sakrifica, por të fundit në shpërblim, janë të mbingarkuara në familje, por të nënvlerësuara në karrierë, janë të duar të rokitura për sukseset, por të paragjykuara për zgjedhjet e tyre. Ka ende vajza që nuk lejohen të ndjekin ëndrat e tyre, sepse familja ka vendosur ndryshe për to. Ka gra që punojnë 2 fish më shumë, por fitojnë për gjysmë më pak. Ka nëna që luftojnë çdo ditë për të mbajtur familjen, pa asnjë ndihmë, dhe ka shumë të tjera që zgjedhin të mos flasin, sepse kur e kanë bërë, nuk I ka dëgjuar askush. 8 marsi nuk duhet të jetë një ditë për të heshtur mbi këto të vërteta. Nuk është një ditë për të mbuluar plagët me lule, por për t'i treguar ato, për të kërkuar më shumë, për të mos u kënaqur me një ditë dhe me një festë njëditore, kur betejat e grave janë të përditshme. Sepse një shoqëri që I trajton gratë si zbukurim dhe jo si forcë, nuk ka shpresë për të qenë vërtet e lirë. Dhe liria e vërtet nuk vjen me një urim të bukur, por me një ndryshim të vërtet.